Një tjetër operacion, le të themi, i policisë, kësaj herë edhe të Durrësit, ka zbuluar dhe ka, le të themi, arrestuar personat përgjegjës që shisnin lëndë narkotike dhe i shpërndanin ato në ambiente të frekuentuara nga nxënësit. Si e vlerësoni ju këta? Drejtori i përgjithshëm, zoti Hita, dha një telegram në raportin në rastet e disa telegrame që ka dhënë për forcat e sigurisë, por një nga këto ishte edhe për sa i përket ngritjes së strukturës dhe organizimit të gjitha forcave të saj, të dukshme apo të padukshme, në afërsi shkollave për shkak të trajtimit të lëndëve narkotike. Dhe ky ishte një operacion, në kuadrin e operacioneve që Policia e Shtetit po ndërton për të pasur një shkollë dhe një perimetër më të sigurt në raport me personat të cilët, pra çfarë më bën përshtypje është fakti që nuk po flasim për kryeqytetin, pra një vend ku ana ekonomike dhe standardi qytetarëve është i lartë, po flasim për zona të varfra, pra Shijaku dhe Manza. Dhe të shkosh qeshësh drogë, lëndë narkotike tek shkolla, o është rritur